Aplikimet në universitete 6 ditë kohë për zgjedhjen e dekëve, procesi nis më 27 korrik. Maturantët kandidat për student janë në pritje të hapjes së aplikimeve për shkollat e larta brenda vendit. Të hënën e 27 korrikut nis zyrtarisht procesi i plotësimit të formularit A2 në portalin e-Albania. Është ky dokumenti online ku të rinj do të shënojnë deri në 10 dekë të preferuara për të vijuar studimet e larta. Dekët mund të përziden të ndryshme brenda të njëjtit universitet, si mjekësi, stomatologji, farmaci, infermieri brenda Universitetit të Mjekësisë. Mund të zgjidhet vetëm një program studimi si IT në universitete të ndryshme ose mund të alternohen në varësi të preferencave dhe notave të kandidatëve. Procesi i aplikimit do të jetë i hapur për 6 ditë me radhë. Përzgjedhja mund të bëhet nga kudo ku ndodhen, në shtëpi, me pushime apo dhe jashtë vendit. Drejtues të rinjt akademik këshillojnë të rinjt që para se të dërgojnë përfundimisht formularin, të mendojnë mirë, madje kanë mundësi edhe të bëjnë llogaritje të paraafërta. Pas mbylljes së aplikimeve, rrjeti akademik shqiptar i dërgon të dhënat universiteteve, të cilat do të bëjnë llogaritje të pikëve për afro 29000 kandidat. Ky proces do të kryhet pas 20 gushtit, pasi të janë mbyllur dhe konkurset për disa programe studimi, si mjekësia, arkitektura, artet dhe sportet, ndërsa në fund të muajit gusht bëhet shpallja fituesve në shkollat e larta publike dhe private. Kolay.